34 vjeçari Nelgert Pata është ekzekutuar me armë zjarri duke mos i shpëtuar një atentati të dytë. Autorët kanë qelluar me breshëri plumbash mbi automjetin ku ai ndodhej së bashku me shokun e tij Ari Halinani, i cili mbeti i plagosur. Ngjarja ndodhi rreth orës 13:15 minuta në lagjen Afrim Qendër në Fier. Ai u qellua brenda automjetit tip Volkswagen me targa A166 IY, që rezulton në pronësi të shtetasit me iniciale KK. Autorët kanë qelluar mbi automjetin me breshëri automatiku e më pas janë larguar me një automjet tip Benz me portobagazh, që u gjeti djegur vetëm pak minuta pas ngjarjes tek mbikalimi në fshatin Zhupan. Brenda tij u gjetën 2 armë zjarri automatik. Paraprakisht raportohet se në drejtim të automjetit nuk ka qenë 34 vjeçari i cili mbeti viktim, por shoku i tij, i cili mbeti i plagosur dhe raportohet se është jashtë rrezikut për jetën. Nelgert Pata, i cili njihej si person me precedent të mëparshëm penal i akuzuar për shfrytëzim prostitucioni, i shpëtoi një atentati më 21 gusht të këtij viti në rrugën e Kavajës. Pata u plagos në vesh, por nuk u paraqit asnjëherë në spital dhe u shpall në kërkim nga policia. Viktima Nelgert Pata rezulton mik me Jani Aliajn, vrasës i Elton Çiços. Ai dyshohet se ka bashkëpunuar me Aliajn nga burgu për t'i dhënë informacion për lëvizjet e Çiços, pasi dikur ishin miq me njëri tjetrin. Atentati i fundit që i mori jetën Patës është në vijim të disa atentateve që grupi i Çiços dhe Aliaj kanë bërë ndaj njëri tjetrit. Kulmin këto atentate patën në 1 maj 2016, ku në një lokal në ish bloku ekzekutua nga Jani Aliaj Elton Çiço. Pas vrasjes së tij, miku i tij Andi Mustafaj u shpreh se do të vriste ekzekutorët. 4 muaj më vonë ndodhi atentati ndaj Patës, të cilit ai i shpëtoi. Më 20 tetor 2016 tek ishte ekspozita në kryeqytet, miku i Çiços Andi Mustafaj ra prej një atentati me 3 plumba, por fatmirësisht shpëtoi, por 1 muaj më pas ekzekutohet Nelgert Pata.